Era me intensitet të lartë pas drekën e Teintes ka rrëzuar skelerinë e ndërtesës 16 kaçe në qendër të qytetit të Vlorës, ku po ndërtohet qendra multifunksionale për zhvillimin rajonal. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:30 dhe sipas dëshmitarëve në vend ngjarje kanë qenë me fat pasi hekurat apo materiali rënd mund të binte në rrugë dhe të kishte krijuar një tragjedi të vërtet. Shqetësimi është ngritur për televizionin 6+ nga Vlora nga banorë të zonës, por edhe përfaqësues të bizneseve, ndërsa sipas tyre shembja një pjese të skelerisë ka krijuar një zhurmë të madhe dhe një shtullung pluhuri, ndërsa në vend ngjarje shkoi edhe policia. Madje mësohet se brenda objektit janë thyer edhe xhama. Kjo ka ardhur edhe për shkak të erës me intensitet të lartë që mundësoi rrëzimin e një pjese të skelerisë, ndërsa era kishte shpejtësinë 20 deri 24 metër për sekond, apo thëndryshe mbi 90 km/h. Megjithatë duket se situata është bërë edhe më e rrezikshme për shkak të mos respektimit të kushteve të sigurisë teknike nga firma e cila po ndërton këtë objekt. Megjithatë fatmirësisht nuk ka patur dëme në njerëz, por vetëm dëme materiale. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara nga televizioni 6+ nga Vlora këtë të premte, një ditë pas kësaj ngjarje, i kanë lënë pas dëmtimet që janë kryer, të cilat janë një fakt i asaj çfarë ndodhi Teinte në orën 14:30.